përjetimja i dhikrit e i kësaj, do më thonë, mos e matë me këtë. Përjetimi i dhikrit, ndjenja mirë të rëspi Allah të barakutale. A edhin kërë qënë. E ke pasi përshon nga punojmë, po kërë Allah qënë pak, kërë Allah qënë shumë. Kërë punojmë pak e vjen shumë. Kërë punojmë shumë e vjen pak. Një të përdishme, që ashtu dhe punë e adhurime. Allahu Gjellewala dhe me testu sabrën tënë, për kushtimin tënë. Nëse të regosh stabile, përshënduar në këtë, pavarësisht gjendë që shnijesh, me rinë Allahu Gjellewala ko me ta qelë dikur që ki muhabit nga përjetimi dhe ndjenë të mirë që kanë marrë. Prandaj, nuk ka rrugë për me përmirësu gjendë i besimit për që adhurimeve, dhe tjenë rrugën e duhur. Ti po bën çka duhet me bo. Për shkak të shka me thonë, atëherë, masi spendin dhikrin, spendin në shpirt, shtimin e imanit, atëherë mos bë dhikr. S'munëm. Se dhikr është ushqimi kryesor i zemrës, ku realisht është pjesë e imanit. Prandaj vazhdo me dhikr. Vazhdo për kushtim. Lutë Allahun për hajër. Nuk ditë kur Allah e qela. Kështu që rishikoje dhikrin është, për shembull, me vëmendje, mos jetë veç formal, sikur thash me numra. Po mundohu që me bë dhikr edhe me gjuhë. Po në shumicën e raste mundohu me qenë zemra prezente. Duke kuptuar çfarë po thu, duke pretuar atë çfarë po thu. Edhe nëse zgjen përjetimi s'paku kuptim mund të më ndodh. E di çka po thu, kur thu subhanallahu çka i bën, elhamdulillah çka i bën. Astaghfirullah çka i bën. Çka thomon me këtë fjalë? Ne këto mush mi kuptu. E pastaj, domthon, njerë vije thënia, pastaj vije kuptimi, pastaj vije përjetimi. Është përshkallëzuar. Andaj vazhdo kështu edhe mos u ndal. Keqardhën këtë situatë është e mirë nëse është në favor të shtimit. Nëse është në favor të dështimit e zhgënimit, nuk bën, se është e shejtanit apo. Don dikush thot po bëj dua, po s'dia po bëj mirë apo. Ka dalë se do më bëj më shumë. Në rregull është kjo. Don kjo keqardhje që prodhon shtim të veprës edhe insistim dhe këmbgulje për me u pranu vepra është efekt pozitiv i kësaj keqardhje. Nëse keqardhja realisht keq përdoret, edhe zbraps njërin, është e keq që djallëzore, mos ju përgjigj, vazhdo tutje.